Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, i shoqëruar nga udhëheqës të tjerë të lartë nga Policia e Kosovës, realizoi vizitën e parë zyrtare të Policisë së Kosovës në kufirin mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Meksikës, njofton Kosova Press. Në vizitën që u zhvillua më 23 janar, delegacioni vazhdoi nga afër operacionet e sigurisë kufitare në kohë reale në portin e hyrjes Laredo, në bashkëpunim me doganat dhe mbrojtjen kufitare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe zyrtar kufitar. Vizita organizua me mbështetjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë përmes Doi Icitap. Në pikën kufitare që është ndër më të ngarkuara të hyrjes në SBA, kosovarëve u njohën me praktika të sofistikuara të menaxhimit të kufirit dhe përdorimin e teknologjive moderne. Ligia Demokratike e Kosovës të shtunën do të mbajë një kuvent të jashtëzakonshëm ku pritet të shqyrtohet dorëheqja e paralajmëruar e kryetarit aktual Lumir Abixhiku. Këtë dorëheqje ai e kishte ofruar pas rezultatit katastrofik të kësaj partie në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura më 28 dhjetor 2025. Megjithatë, kjo formë dorëheqje së tij është kritikuar nga disa bashkëpartiak dhe njohës të çështjeve politike, duke vlerësuar se dorëheqja do të duhej të ishte e parevokueshme. Dorëheqjen e Abixhikut ja kishte kërkuar edhe Hykmete Bajrami, e cila ta dorëheqje nga pozita e nënkryetarës së partisë si dhe Arben Gashi Abdullah Hoti. Ky i fundit ka shpallur kandidaturën për kryetar të LDK-s. Situatën brenda LDK-s dhe pritjen për kuvendin e së shtunës i ka komentuar opinionisti Bejtullah Sokoli në një prononcim për gazetën Bota Sot. Sipas Sokolit, është shumë e rëndësishme për momentin se çfarë mendojnë dhe çfarë do të bëjnë disa LDK-istë, të cilët mendojnë se janë në rrugë frymëll dhe vijën e liderit historik të LDK-s Ibrahim Rugova, mu në ditën kur të shtunën do të mbahet kuvendi i punës së kësaj partie. Ai ka përmendur emër për emër disa nga figurat e LDK-s, duke thënë se të njëjtit duhet të bëjnë me dije se ishin gjithmonë LDK dhe nuk do të heqin kurrë dorë nga ajo. Do të ishte mirë që Agim Veliu, Skënder Hyseni, Adem Salihaj, Melihane Tërmkolli, Skënder Zogaj, Faton Bislimi, Naser Rugova, Valon Nurtezaj, Lulzim Zeneli, Naser Osmani, Hafiz Gagica, Florim Zeqa, Astrit Haraqia, Recep Gjergji, Zenullah Rahmani, Arban Arbashi, Blerim Grajinca, e pse jo edhe Fatmir Sediu, Vjosa Osmani, Donika Gërvalla e Haxhi Avdyli e të tjerë, të shtunën të shkojnë para se listë qendrore të LDK-s, së paku të shprehim pak kënaqësi për padrejtësitë që u janë bërë këtyre dhe të tjerëve vite me radhë me largimin, injorimin dhe përçimin si antarë të devotshëm të rrugovizmit, tu bëjnë me dije sot e nesër se ne ishim, jemi dhe do të jemi sot e mot këtu, duke mos hequr kurrë dorë nga LDK-ja, ka nënvizuar ai. Sipas Sokolit, të lartë përmendurit do të duhej të bashkoheshin edhe Abdullah Hoti, Hykmete Bajrami, Arben Gashi, e po ashtu edhe ata që po përjashtohen nga pjesëmarrja në kuvendin e partisë. Qerja është thyer dhe s'ka më keq që bëhet, por do të ishte mirë që këtyre të paraardhësve tu bashkohen edhe Abdullah Hoti, Hykmete Bajrami, Arben Gashi dhe të tjerë. Për më tepër, aty duhet të jenë edhe disa delegat të kuvendit nga degët, të cilat po i përjashtohen nga pjesëmarrja në kuvendin e LDK-s, që do të mbahet të shtunën. Tashmë është i njohur rasti i delegatit nga Mitrovica, ka theksuar Sokoli. Ai ka bërë thirrje kandidatëve të vetëshpallur për kryetar të LDK-s, ish kryeministrit Abdullah Hoti, që të veprojë që t'i bashkohet copat e partisë. Kujtojmë, në fund se Abdullah Hoti të dielën e kaluar ka shpallur kandidaturën për kryetar të LDK-s, ndërsa ditëve të fundit gjatë bisedave në disa studio televizive ka deklaruar dhe premtuar me goje me duar rikthimin e të larguarve nga LDK-ja. Mund t'i bashkojë copat e partisë, të gjitha copat e partisë të bëhen bashkë, sepse ne nuk kemi njerëz për të humbur dhe duhet të respektojmë mendimin ndryshe në parti. Nëse është kështu, atëherë Abdullah veprohet tani, sepse nesër bëhet vonë. Me siguri nuk do të mungojë përkrahja e këtyre rrugovianëve, por edhe të tjerëve, sepse rrugovizmi nuk mbrohet vetëm me fjalë, por me vepra konkrete. E keni fjalën sot, nesër bëhet vonë. Vonë, gjithmonë vonë. Përse dhe deri kur kështu, ka përfunduar Sokoli.